Përshëndetje miq, sot do të tregoj një video në lidhje me 6 pjesë të trupit për të cilën preken nga zimi i shpirtit. Që të gjithë ne gjatë rrugëtimit, udhëtimit të shpirtit, është në momentin që ne fillojmë procesin e zimit të shpirtit dhe vazhdojmë ku na drejton shpirti, ne arrim që edhe pse ndjehet emocionuese, për arsye sepse kemi hyrë në një proces që është i panjohur për ne, dhe në këtë rast lidhemi me realitetin metafizik për të cilën ne ishim shkëputur më përpara, dhe si që në kohën e fëmijërisë tonë ne kemi qenë me ndjenjë, dhe më pas kur ne filluam shkollën vjen ego. Gjatë zimit të shpirtit, dhe pse ndjehet emocionuese, sepse shpirti me rolin dhe ego pra vetja jonë tronditet çfarë po ndodh sepse nuk e njohim, përsëri është që ne jetojmë, ne marrim frymë dhe ne detyrimisht bëjmë pyetje dhe se i bën shpirti, si është shpirti, dhe ne vazhdojmë procesin. Gjatë kohës së procesit tonë është që ne e gjitha që lidhemi pra me realitetin kuantik, me atë që ne nuk kemi ide se vetëm një gjë është që drejtimin e ka marrë shpirti on, çfarë ndodh, ne e gjitha bëhet që ne të lidhemi me veten tonë, dhe ky është afatikor që jemi të ftuar që të gjithë që ne të lidhemi me veten tonë, të fillojmë të njihemi me veten tonë ashtu sikurse dhe me botën, dhe kjo është që njihet ndryshe edhe bota kuantike. Pra realiteti kuantik, atë që ne nuk e shohim me syt që ne shohim botën e jashtme, por është pjesa e brendshme. Gjatë kohës së procesit, ne fillojmë që krijojmë me të vërtet atë që duke ecur pas hapi, ne lidhemi me udhëzuesit tanë të brendshëm. Pra sa më shumë ne lidhemi me trupin, aq më shumë ne lidhemi me udhëzuesit tanë, dhe mund të jeni që të gjithë jeni unik, ëngjëjt tuaj, mjeshtrat, prindrit tuaj, ndoshta vetja juaj e lartë, ndoshta që të gjithë kemi 2-3 ëngjëj në jetë, që të gjithë e dini, jeni unik, apo të risni Zotin, universin, që të gjithë jeni unik, për këtë jeni ju se ku ndiqni, ku ju drejton shpirti juaj. Por paka shumë janë që ne i kalojmë këto si gjatë rrugëtimit të shpirtit tonë. Tjetër është në kohën që ne vazhdojmë me procesin e shpirtit, ne mësojmë shumë, pra shpirti na drejton dhe na sjell shumë lidhje me të kaluarën tonë të çdo lloj afatikor, qoftë edhe para se ne të jemi pra të kemi ardhur në këtë jetë. Për shembull, unë për veten time jam e lidhur me atë nga familja ime deri tani, dhe më lejoni që më mjafton eksperjenca e jetës time, më mjafton ajo që unë kam bërë, pa mohuar mençurinë e paraardhësve tanë, sepse ata kanë bërë një rol të mrekullueshëm, për të cilën janë mohuar nga qoftë dhe nga ana shkencore, por që po dalin në dritë, dhe fakti është që e kam kaluar vetë, është që ne dritën e kemi në shpirt, dhe ne kemi ardhur nga drita, ne jemi në esencë dritë, ne jemi me superfuqinë më të mençur, që është zemra jonë, është dashuria pa kushte, pra e kemi që të gjithë kemi ardhur nga dashuria, lidhemi me dashuri, ndahemi nga dashuria, ashtu sikurse edhe do të largohemi nga kjo jetë nga dashuria. Pra ne mësojmë gjatë kohës së shpirtit ato çfarë na ka ndodhur ne pra para lindjes, por edhe gjatë kohës, sepse shpirti ka lidhje, shpirti është i përjetshëm dhe ka lidhje. Ndërkohë të kuptoni që gjatë kohës zimit të shpirtit ne arrim edhe të rrisim aftësitë tona psikike, sepse jemi duke përdorur format e shpirtërore, dhe që të gjithë jeni unik, që të gjithë e dini se çfarë përdorni, dhe mbi të gjitha ajo që ne arrim, pra ne lidhemi me sferat shpirtërore, pra ne lidhemi me të vërtet me sferat
nuk e di pse doli kjo kështu. Të më falni, ndoshta jo është diell, edhe unë jam e kënaqur që jam diell. Ndërkohë, tani, përse e bëj këtë, janë 6 shenjat që të trupit ton fizik, që me të vërtet preken nga zgjimi i shpirtit, por para se të tregoj 6 shenjat se kush janë të trupit fizik, është që të gjithë ne kemi me të vërtet të shkëputje nga shpirti, nga trupi jon. Dhe kjo ka qenë me mira pra shekuj, dhe në këtë kohë është ajo që unë arrita të mësoj, pra sa më shumë unë rritesha, lidesha me shpirtin tim, sa më shumë unë kërkoja të dija, midis të tjera, një ndikim që ne kemi neglizhuar shpirti, pra kur them trupi fizik është me të vërtet shpirti, e kemi shpirt, është dhe shpirti jon, edhe jo vetëm koka, pra mendja, truri, por është edhe ky trup që është multidimensionar dhe qendra është zemra ka misionin dhe drejtimin e jetës dhe është në fund të fundit. Kjo zemër është që na mban gjallë. Okej, vazhdojmë mos e zgjat më. Përse është mëuar trupi? Një nga këto janë dhe fet. Unë nuk gjykoj, unë nuk kritikoj, po ju tregoj që me eksperiencën, me afatin kohor që ne kemi arritur, që është biles mund të përdoret edhe në pa gjykuar kulturat, është koha që ne të kuptojmë, është afati kohor, është që ne jemi si që një njerëzore me një ndërgjegjësim akoma më të lartë. Pra në këtë, sidomos këto 15 vite, për të cilën frekuencat e larta të dritës kanë hyrë, pra me dëshuri, me vërtetësi të mësimeve si të paraardhësve tanë, por edhe të kohës për të cilën ne kemi arritur të shërohemi vetë, pra ne këtu shëruam në këtë realitet. Përpara shkonin në murgje ose murgesha apo në pylle tjera, ndërsa ne kemi edhe është koha afatikor që të gjithë ne jemi ftuar që thjesht të ulemi me veten tonë me qëllim që të çlirojmë të gjitha gjërat që i kemi në trupin tonë. Dhe në këtë rast është që janë prekur pra pjesë të trupit tonë. Dhe para se të ju pse kemi neglizhuar trupin, ishte pra fetë ndryshme. Si është ajo që ka dominuar me shekuj mendja, dhe midis të tjerave ka qenë që në doktrinat pra fetare, midis të tjerave ka qenë edhe që trupat tanë janë të papastër dhe trupi është inferior nga shpirtit. Okej, në atë kohë ishte niveli ullët dhe ashtu e dinin, okej ishte, po ne po rritemi dhe okej që astrologjia ndikon, jep disa në lidhje me planetet, me monçurin që kanë e tjera, por në këtë afat kohor, edhe pse ka patur luftra, sepse po i shihni që bëhen, është ajo që ne përsëri ne jemi në një ndërgjegjësim të lartë. Askush nuk e pëlqen më luftën, nëse ndodh në këto që po ndodh si në Rusi apo në Gaza e tjera. Në fund të fundit vetë populli duhet të ngrihet, pra të mos lejoj një person apo atë qeverin që i ka në botën të vazhdoj të bëj luftë. Është populli që duhet të vetëdijsohet, pra të krijojë, kërkon luftë, kërkon që fëmijët e tyre të torturohen dhe jeta e tyre. Dhe nëse e ndjejnë këtë krizë, të bashkohen. Në fund të fundit, nëse ne bashkohemi me njëri tjetrin, ne do të arrijmë diçka. Pra kjo është koha tani, liri, barazi, vllazëri, pa kaluar kriza, asgjë nuk ndodh pa shkak, pa kaluar kriza nuk ka zhvillim, pa ndier dhimbjet nëse unë po tregoj për shpirtin tonë, pa ndier dhimbje në këtë trup fizik nuk ka shërim. Pra çfarë do të thotë është që pra trupin e kanë torturuar, e kanë ignoruar, e kanë keq trajtuar. Dhe si, unë të paktën nga eksperienca e jetës time, unë shqipkoja filma përpara Helene Trojës apo filma të ndryshëm, tani nuk shoh më, por që nga koha e romakëve, ashtu sikurse edhe koha greke,
Dhe ajo që bëhesh ishin lojrat olimpike të filmave që unë shikoja që ecën me këmbë zbathur në zjarr ose mbi tela. Ashtu sikur se kam parë dhe filma që kanë torturuar pra njerëz për të cilët ishin kundra Krishtit, pra ishin kundra Krishtit. Gjithsesi nuk është vetëm në anën e doktrinës, pra në lidhje me Biblën, unë nuk është se e njoh Biblën, nuk gjykoj, nuk kritikoj, unë kam kapur fragmente, po mbi të gjitha janë këto që Zoti është pa fe dhe kështu ka qenë gjithë në fund fundit ka krijuar këtë ekzistencë dhe midis tyre jemi dhe ne, dhe jemi krijesa të krijesës. Por nga roli viktim, vetë ne si që një njerëzore, sidomos me kohë, me doktrinat, që është krijuar, që është njohur, që ka qenë falenderim për gjithçka që ka në atë kohë. Por tani në këtë kohë, a lejohet trupi që vazhdojë dhe praktika tani, a lejohet trupi të torturohet, a lejohet të kemi dhe si, edhe nga njerëzit guru që njihen, që ndihmojnë për të ndihmuar, për të lidhur me shpirtin, është përdorur që ky trup nuk është i imi. Biles unë e mbaj mend e kam përdorur dhe unë me një video, sepse e ndjeja që, është mirë kështu. Dhe faktikisht ajo që bënte ishte thjesht një mpirje, si të flesh gjumë, si të fusësh një gjilpër, por direkt çfarë kuptova është që pra bësh si thua arrin atë që të lidhesh me shpirtin dhe ndjesh reaktiv. Meditimi është një mrekulli, meditimi krijon thjesht që ne të arrim të jemi të jetojmë në momentin prezencë dhe na ndihmon që të mos jemi të ngarkuar nga ana mendore, sepse në momentin e zëmë që ne gatuajmë, ne jemi duke gatuar drekën e tani, çfarë do bëjmë për darkë, çfarë do bëjmë, dhe kjo është mendja e njanshme që na shqetëson, pra pa mbaruar mirë drekën, kujton se çfarë do të bësh për darkë, ose çfarë do të gatuaj, mora këtë rast, çfarë do të gatuaj nesër. Por këto janë stresore, aq të që nuk e kupton, por që në vetvete sjellin bllokime në trupin tonë. Thjesht, pa le pastaj që ka situata apo ngjarje që të gjithë jeni unik, që të gjithë e dini pse u ka sjell shpirti këtu. Ndërkohë të kuptoni tjetrën, meditoj me orë të gjata, sigurisht dhe unë kam medituar në fillim, sepse ashtu e dija që të dilja nga procesi, por çdo ditë ku ne ndjekim shpirti na drejton. Dhe ajo që unë kuptova direkt kur unë fillova që me të vërtet të ndjek shpirtin dhe rrezën e parë që më ka dhënë atë dritën, ishte nëna Hën, ajo drita e saj, Hëna e plot përballë ka që në lindje, sigurisht ishte natë, por nga ana lindore, Zot, ajo më krijoi atë që ndjeva diçka në brendësi. Dhe kjo është dhe tjetër ku pash veten pasqyrë e pash që nuk isha unë më atere, kur unë nuk isha më, sepse shpirti merr drejtimin, ego bie, dhe në këtë rast unë isha shkëputur, unë nuk e dija më, edhe nga bota e materjes, pra ego u shkatrua, pra nga bota e materjes, por isha lidhur me botën emocionale, pra po ndjeja që nuk isha më janë, por ajo që unë planova, unë fillova të ndjek shpirtin tim. Unë fillova të ndjek atë që unë nuk e gjykova mendjen time. Unë fillova të ndjek shpirtin tim, pra që kush ishte mantra që unë mësova dhe i tash vetes, dhe direkt e fshiva dhe atë video që kisha bërë që e mora nga tjerët duke ndjenjur me meditime orë të tëra, dhe ajo edhe vetë e ndjeva, isha bia në gjumë, bia thjesht po flia gjumë. E mbaj mend si tani se shpirti nxjerr këto gjëra. Ajo që të kuptoni është që në këtë moment, unë vetë personalisht fillova të ndjek shpirtin, fillova të qetësoj mendjen, fillova të vazhdoj të lidhem me trupin fizik, sepse ndoshta atë që unë jam shëruar në natyrë, unë fillova të ndjek yoga, sepse me jogën bëja dhe frymëmarrje, fillova të mbaj ditar, sigurisht në fillim isha me meditimin, por më pas e ndjeva që, pas ka dhe një mënyrë tjetër që më drejtoi shpirti, dëgjoja muzikën, faleminderit, dëgjoja muzikën shpirtërore,
Pra që do të thotë është, meditimi duhet, nuk them, nuk jam në atë, por unë meditoj, unë bërsyt dhe meditoj edhe me një minut duart në zemër, dorën e majtë në zemër dhe dorën e djatë dhe ndjej gjithka. Kjo e dhja pasapi, nuk e di për njerë. Dhe ajo që dua të tregoj të gjithve është pa gjykuar, pa lënë çdo gjë çfarë ka ndodhur, edhe këto praktika ndodhin dhe sot, të kuptoni që trupi jon është i rëndësishëm, është tempull, është ajo që me të vërtet është tempulli i sekreti i shpirtit ton. Dhe mbi të gjitha, kjo është e gjitha që ne do të kujdesemi dhe ajo që është e para është zemra jon. Prandaj ne jemi të ftuar që të gjithë që të lidhemi me zemrën dhe kjo zemër mban me të vërtet misionin dhe drejtimin e jetës tonë. Kjo zemër është jo vetëm fizike, pra nga bota fizike që e njohim, pra si punon si zemër organ, por është edhe nga ana shpirtërore. Nga ana shpirtërore është ne jemi të lidhur me 7 chakrat, ne jemi të lidhur me trupin ton 2 këmbë që është aura jon, që të gjithi dini këto gjëra, sepse jo pa qëllim jeni në këto video, por të kuptoni që kjo zemër ka mbajtur dhimbjet me mira shekuj edhe deri më sot, dhe për ne, se po flas dhe për veten tonë, sepse ka qenë e mbyllur. Pra ishte thjesht ajo që tregova, që edhe sot që besojnë njerëzit që shkojnë, është e drejta e tyre, nuk gjykojnë, të shkojnë të besojnë ku të duan, por të jeni të sigur që në momentin që ne nuk jemi në ekuilibër, pra nuk lidhemi me shpirtin ton, ne nuk jemi duke jetuar në rrjedhën e jetës ndryshimeve kozmike, pra ne qëndrojmë në nivel të ullën, ne qëndrojmë me energji të ullta, ne nuk arrim të realizojmë ëndrat tona. Dhe në këtë rast që të gjithë kuptoni që zemra ka qenë e mbyllur, sepse ka qenë në kulturën tonë dominonte, pra mendime, jepni përgjigje me mendje, pra dominanca e të menduarit, duke shtypur emocionet, sepse ne kemi ndjerë, gjithkohë ne kemi ndjerë, por ne nuk dinim si të vepronim, dhe kjo është zemrat tona, ne i lam gjatë gjithë kohës, me shekuj dhe edhe për veten tonë, ne i lam me trauma, ne i lam pra të thyer, pra zemra e thyer, zemër të blokuar. Mësoni që kur zgjohemi shpirti plasarit, se kjo është ne ndjejmë atë, dhe bile se kam ndjerë dhe vetë, se mua më thy zemra, mua hap zemra, e kam ndjerë dhe vetë që, por unë kam qenë një tip që unë nuk kam pas frikë. Unë nuk e di, troq e pranoja në fund të fundit, askush nuk e di se kur do vdes. Thjesht e pranoja, dhe kjo ishte që unë kur nuk kam përdorur ilaçe në trupin tim, sinqerisht, vetëm jam shtruar në spital, sigurisht që kam kaluar edhe simptomat të lehta, sepse jam qenie njerëzore, por besoja dhe që nuk e dija se çfarë do të thotë besim, nuk e dija, por besoja. Gjithsesi ajo që të kuptoni, sepse kam qenë jetë me para ateiste, ndërsa tani e di çfarë do të thotë besimit. Të besosh në vetvete, të jesh në konfidencë, të jetosh me momentin tani, të jetosh me të vërtet me lirin. Me këtë liri kam jetuar dhe në jetën e parë, pavarësisht se më kanë përfolur edhe më kanë gjykuar edhe kanë dashur edhe të më internojnë familjen, sepse unë isha moderne, unë isha me ide imperialiste, oh my god, gjithsesi. Apo vënja e gishtit, si një grua që shkoja me gjithë njerëzit. Se qesh, po i kam falur që gjithë se kështu ka qenë koha. Gjithsesi, dhe brenda familjes, këto unë kam bërë shumë video, unë nuk do të unë tregoj të vërtetën, e vërteta, se shumica thonë, mbani ca gjëra, mos i tregoni. Në qoftë se nuk tregoni të vërtetën, kur nuk do të lirojni, ja po ja u them, në qoftë se nuk tregoni të vërtetën, kur nuk është jeta juaj, mjaft me 2 maska, tani çfarë ndodh është, zgjohemi, shpirti plasarit zemrën, dhe zemra me të vërtetë sjell dhimbjet që ne i kalojmë. Dhe jo vetëm dhimbje, por gjatë procesit të zgjimit të shpirtit, ne fillojmë arrim dhe në mrekullit. Çfarë do të thotë? Zemra jon kërkon që i plasarit, pra shpirti jon, pra kur them zemra, selia e shpirtit, është
na sjell në sipërfaqe çdo gjë, pra vijnë emocionet, ju e dini procesin e shpirtit, vijnë emocionet dhe të gjitha këto emocione ju nuk do t'i rezistoni, por ne do t'i shërojmë, ne do t'i ndjejmë dhe ne do të, edhe pse janë të vështira, ne do të lirohemi. Dhe çfarë do të avim që të gjithë? Mrekullinë, ekstaz, paqe, dashuri pa kushte. Tjetër, e shihni shenjat e ballit tim? Është akoma, po hapet syri i tretë, sigurisht vjen porta 12-12 dhe në 19 po ashtu për të bërë gati për të filluar vitin 2026. Unë pavarësisht në vetvete jam Diana që unë nuk mund të shpejtoj asgjë. Unë do të vazhdoj të ndjek se kam energji, unë kam patur energji në jetën e parë, jo tani që jam e lidhur me shpirtin. Sigurisht më drejtojnë frekuencat e larta jashtëtoksore, por të kuptoni që çdo gjë është si e ka programuar shpirti jonë. Ndërkohë të kuptoni që kjo shakra e zemrës na sjell, pra kur ne arrim në veten tonë, paqe, dashuri pa kushte, dëmshëri që nuk e kemi ndjerë përpara. Ndërkohë është shakra jonë, pra shakra e zemrës, e cila mban jo vetëm emocione, është shumë emocionale dhe kjo është që zemra sa më shumë ne ndjejmë, aq më shumë zemra jonë hapet dhe jo vetëm që sjell emocione të vështira, por sjell edhe emocionet e kënaqura. Pra gjatë procesit ndjejnë këto gjëra, edhe pse ndjehemi mirë, edhe jo ndjehemi mirë. Por ajo që po e bëj që të gjithë është të kuptoni që ndjehen pra tiktaket e zemrës, impulset e saj, 1, 2 sigurisht, ose fort, ose të shpeshta e të tjera. Mësoni që e gjitha që bëhet kjo zemër, jo vetëm që është nga organi fizik, që pompon gjak, por ndërkohë pra merr oksigjen dhe thith ajër dhe pompon oksigjen trupin ton, pra na çliron, na krijon pra qeliza të pastra, ashtu sikurse edhe është mbrojt, na ban në jetë, pra gjatë gjithë jetës tonë. Është me kjo zemër për sa kohë që e kemi jeton dhe vazhdon punon, na mban 24 orë në jetë. Por nga ana e shpirtit është që me të vërtet ne kemi një intuit, pra është intuita, është misioni i shpirtit, pra të pse shpirti na solli këtu, është drejtimi i jetës tonë, pra është ajo që ne ndjejmë, është intuita jonë, dhe ndërkohë është edhe që percepton dhe i jep informacion në lidhje me energjinë përreth nesh. Pra kjo është që ne ndjejmë emocionet tona, edhe pse janë të vështira, hap pas hapi sa herë që na vinë, ne i ndjejmë ato dhe kjo na bën që ne të hapim zemrën. Sa më shumë ne hapim zemrën, aq më shumë ne lidhemi me energjinë e shpirtit dhe ndërkohë hap pas hapi ne krijojmë një ekuilibër me mendje edhe me shpirtin ton. Dhe kjo e gjitha që bëhet është që gjatë rrugës zimit ju i ndjeni që keni pra këto simptomat të zemrës, nuk do i keni për ditë, por kur i ndjeni, të jeni të vëmendshëm që nëse ju ndiqni shpirtin dhe ndjehet që kur ndiqni shpirtin që është zimi të shpirtit, apo kujdes nëse i keni pothuajse të shpeshta, sigurisht që ju duhet të shkoni pra në doktor, sepse mund të mos jetë nga zimi tuaj, pra bëni analizat që të shikoni se mund keni ndonjë me të vërtetë që zemra juaj ka nevojë për ndryrje, se mund të jetë që me kohë, pra një sëmundje, një dobësim i zemrës nuk është se nëse ne zgjohemi tani, nuk është se ky zimi erdhi tani, janë gjithë gjërat që ne kemi marrë dhe shpirti mësoi mësime dhe tani jemi këtu ku jemi. Tjetër është sistemi nervor. Sistemi nervor ka të bëjë me atë që të gjithë ndjeni që jeni me ankth në kohën e zimit të shpirtit. Pra është sepse ky trup është i lidhur me nervin vagus. Dhe në këtë rast është që nga ana fizike vjen nga truri në trup. Pra sinjal, pra sistemi. Por pse vjen nga truri në shpirt, nuk ka asgjë, ne jemi dhe qenie njerëzore dhe e marrim informacionin dhe nga truri,
por ku ne zgjohemi, i vjen informacioni tani nga energjia kuantike, nga ne marrim direkt nga, sepse jemi lidhur me energjinë. Pra në këtë rast ne lidhemi jo vetëm me brënd, pra ndjehet që është sistemi nervor, sepse vjen nga shpirti, nga me të vërtet nga energjia e brendshme e shpirtit ton, dhe në këtë rast ne jemi të lidhur jo vetëm me emocionet brenda vetes, por edhe pra atë çfarë ne kemi pas me të tjerët, por edhe në veten ton. Ndërsa nga ana fizike është nga truri në trup, sepse atë dim vetëm me tru, dhe çfarë ndodh? Biles gjatë proceset përpara të zimit, dhe kanë pasqen që kjo është shumë shpirtëror, janë zgjuar, por kanë rrinë me ego shpirtërore, edhe çfarë ndodh është që dhe të punojnë me afirmime, me të tash, pra nga truri, sigurisht që është energji, dhe truri është, pra sistemi nervor, nervi vagus, është në trup, është dhe në zorët tona, me shpirtin ngre nga poshtë lart, ndërsa njerëzit kur fillojnë dhe përdorin vetëm afirmime, vetëm është ajo që janë me 20% pra të hapjes ose njerëzit që flen gjumë, pra shumë pak është zemra në fuqinë e saj, sepse është akoma e bllokuar. Po pse është e bllokuar? Sepse duhet të lidhemi edhe me veten tonë. Pra jo vetëm informacion nga bota jashtme, por edhe në brendësi. Prandaj jemi të ftuar që të gjithë, me qëllim që, sepse që të gjithë jemi të krijuar me këtë trup, me sistemin nervor, pra të lidhur nga maja e kokës, për të cilën jemi të lidhur me qiellin, dhe në dy këmbët tona në tokë. Pra është nga nervi vagus, nga tëmtat e gishtave deri në gjithë trupin tonë. Kur lidhemi me shpirtin, çfarë ndodh? Ne ngrihemi nga poshtë lart, apasapi ne qetësojmë sistemin nervor, dhe kjo është sa më shumë ne çlirojmë energji, trauma, drama, fragmente, çfarë ne kemi, që të gjithë jemi unik, po që na i sjell trupi në momentin prezent, ne lidhemi me trupin, dhe kjo bën që ne krijojmë sistem nervor të qetë. Pra ne qetësohemi, dhe ky qetësim është që pra sa më shumë ne rritemi me veten tonë, sa më shumë zemra hapet, apasapi, sepse çdo gjë do kohë, ajo që ne arrim është që nuk e kemi më sistemin e asaj që thoshte rrezik, kujtoni kur u zgjuam me zimin e shpirtit, që shumë tregonte që frika, qa pëndodh, si pëndodh, dhe këte bënte mendja, sepse ne kishim të shkatruar dhe mendjen, sepse kështu na shkatrone me roli i shpirti, por ajo që ishte që dieshe të shkojmë, pra si të rikthehemi dhe njerë, pra ego jon, si të rikthehemi dhe njerë, sepse ashtu ishte rehat për ne, ndërsa me këtë me shpirtin është një diçka që ne nuk e njohim. Por përsëri kjo nuk ndodh, sepse rolin e ka marrë shpirti, dhe përderisa ne marrim frymë, ne qetësojmë trupin, ne lidhemi me trupin, se shpirti na drejton. I dini këto se kam bërë shumë video, dhe mbi të gjitha arrin që ne pra sistemin nervor, quhet në gjuhën e shkencës parasimpatik, pra ne jemi në relax, dhe në këtë kohë që është relaxi, sa ne e kuptojmë që nuk kemi më atë, pra qa pëndot me ne, të luft, pra të ngrem shpatën, të jemi kundra të tjeve, për kundra zine jemi të qetë, as nuk largohemi, as nuk fluturojmë, thjesht ne qëndrojmë me shpirtin. Por kur ndodh kjo, vetëm në qoftë se ju jeni me energji të ulta, pra në qoftë se ju qëndroni me energji të ulta, edhe në qoftë se keni një mendje që pra që jeni bërë të mençur, të tash keni hapur ndoshta dhe syrin e tretë, sepse keni bërë afirmime të tjera, për sa kohë ju nuk arrini të manifestoni, do të thotë që ju keni akoma energji, nuk jeni në ekuilibër, nuk mund të rrimë vetëm nga ana mendore. Ne duhet të lidhemi me energjinë tonë, të brendshme që i kemi që të gjithë në trupin ton, dhe kjo është shtesa e këtij shekulli. Mësoni që për sa kohë ne jemi në rritjen ton, pra kemi një sistem të relaksuar të qetë,
edhe në qoftë se në cep ka pengesa, se ka pengesa, se ne jetojmë në këtë realitet, ne përsëri ne kuptojmë që edhe në qoftë se sistemi, se është biologjik, sistemi nervor thot rrezik, ne kuptojmë që nuk ka rrezik sepse çdo gjë do të kalojë, shmantra dhe kjo do të kalojë edhe ne sepse e kemi bërë punë me shpirtin ton. Pra sistemi është në trurin ton, por ne kur arrim të krijojmë leks, pra në këtë rast qetësim e sistemit nervor edhe të nervit vagus, sigurisht që ne e kuptojmë që ajo që bënte ose që vuajnë, ose që kemi vuajtur ne përpara, apo një pjesë që flen gjumë, është thjesht sistemi nervor që thot rrezik, mos e bëj këtë, mos e bëj atë, sepse do të na mbrojë. Është ajo që sidomos dhe në familjen tonë ne kemi krijuar gjëra që ne nuk besonim, ne nuk ndjeshim të sigurt, ne nuk besonim dhe detyrimisht ne krijuam kontrollin dhe me të drejtë, por tani ne nuk do të gjykojmë as egon, thjesht nuk do të lëmë të na sabotoj, ashtu sikur se do të ndjekim rrugën e shpirtit dhe ndërkohë edhe të lidhemi me trupin ton që të sjellim në harmoni komplet si ne jemi. Tjetër është niveli i hormoneve. Në kohën që ne zgjohemi, hormonet që të gjithë janë lajmëtar kimik, sepse janë si ne ndjehemi në lidhje me trupin tonë, në lidhje me organet tona. Mësoni që këto hormone janë që rregullojnë pra organet tona, po kështu ndjenjën, si ndjehemi ne, ndjenjën e humorit tonë, pra ashtu sikurse edhe lidhje me indet tona. Mësoni që në kohën që ne zgjohemi këto hormone bum, sepse shpirti e mori roli shpirti dhe në këtë rast ne kemi shumë jo vetëm që shkëputen nga bota e materjes, por kemi dhe çlirim të emocioneve dhe në këtë rast janë dhe hormonet tona dhe kjo është që në zimin e shpirtit edhe këto janë që pocasin si një bombë, pra edhe këto ndërkohë është që në kohën që nga ana fizike ne jemi me trupin ton, shtylla kurrizore, 7 chakra në gjuhën shpirtërore. Dhe këto hormone janë që dërgojnë mesazhe, pra nga chakrat tona e dërgojnë në organet tona. Në çdo organ ne kemi 7 chakra kryesore, po në trupi kanë 104. Dhe dërgojnë në organet tona, në çdo lloj organi që kemi, stomak, zemër, mushkrit, mëlçia, veshkat, zorrët e të tjera. Pra dërgojnë në indet tona, kudo nga këmbët e kokë, dërgojnë pra këto sinjale. Dhe ajo që të kuptoni është që në këtë moment dërguar sinjale është që këto hormone na tregojnë që a jemi në balancë apo nuk jemi në balancë, pra na bëjnë si ne ndjehemi që të gjithë. Gjithsesi, si ta kuptoni tani në kohën e zimit të shpirtit, që këto janë dhe këto pra shpërtejnë si një bombë. Mësoni që në qoftë se ne, që të gjithë, edhe në jetën e parë dhe tani, në qoftë se ne kemi probleme në lidhje me shakrën rënjë. Shakra rënjë është shakra që thot unë jam dhe është e sigurisë. Pra në këtë jetë, a jemi të sigurt? Kur nuk jemi të sigurt çfarë ndodh në jetë, ne kemi shqetësime stresore dhe ky stres ku shkon? Sigurisht është te veshkat tona. Pra në veshkat tona, pse? Sepse veshkat kanë lidhje me shakrën rënjë, me legenin. Pra aty ku ne dalim jashtë, shakra fisnore, shakra për të cilën ne jemi në këtë tokë dhe kur erdhëm në këtë tokë, toka më të mirë se ardhët, pavarësisht se çfarë ndodh gjatë rrugëtimit tonë. Pra në këtë rast, kur e kemi këtë shakër të stresuar, pra krijohet hormoni stresor, dhe ju i dini dhe nga ana se unë nuk kam shumë ide nga mjekësia, por është kortizoli, pra janë kockat tona, je pa fuqi, pra ke gjakderdhje ose ke truri po fluturon, pra nuk je në rregull. Ashtu sikurse është dhe tjetra adrenalin, e cila e bën që ka një energji të shpejtë, zemra po shpejt. Pra kjo është që ke nga ana stresore, sipas asaj që ndjeni pra në lidhje me hormonin e stresit. Mësoni që hormonet janë me të vërtet janë të lidhur me sistemin nervor, pra janë të lidhur dhe janë që na ndihmojnë ne që të marrim
pra informacion nga universi, ashtu sikurse edhe për të ndjerë, pra çfarë ndjem, pra këto na ndihmojnë, pra si kemi ndjeshmërinë e humorit, si jemi, ashtu sikurse edhe në lidhje me sistemin nervor, si ndjehemi, si është sidomos nervi vagus që na sjell ankth të tjera. Kur këto janë në nivel të ulët, pra nuk je e sigurt, ke frikë e tjera, pra të çdo lloj energjie të ulët, inat, zemërime të tjera, çfarë bën është që këto me të vërtet kërkojnë që na i sjell, pra këto dyja, qoftë hormonet tona, qoftë sistemi nervor, na ndihmojnë, pra na sjellin në trup, pra nga shakrat tona, në kohën që ne rritemi, kur rritemi nga poshtë lart, gjërat na vinë pasapi. Edhe kështu është procesi i zgjimit të shpirtit. Por gjithsesi, që të gjithë jemi unik dhe që të gjithë e dim se si lidhemi, mësoni që na ndihmojnë për shembull për të lidhur kush është trauma jon, ose zemërimin, ose frika, ose çfarë ne kemi, trishtimi e të tjera, ndërkohë na tregojnë pra po ashtu edhe a jemi të sigurt apo nuk jemi të sigurt. Por gjithsesi të kuptoni që edhe nga ana shpirtërore ka të bëjë që është intuita jon. Pra janë si ndjehemi, kur ndjehemi të lumtur, edhe ky është në proces, që e ndjerin mirë, e nuk ndjeheni mirë. Pra është me të vërtet që interpreton të njëjtën gjë edhe hormonet, pra që i ndjeni na tregojnë, pra perceptojnë dhe interpretojnë se si ne ndjehemi në trupin ton, si ne ndjehemi gjatë procesit ton. Kjo është që na tregon që në fund të fundit këto janë që na tregojnë se si ne manifestojmë, është shërimi, është pritja, është transformimi, është vetja jonë e lartë. Pra, do ta ndjeni, këto të dyja janë, është edhe sistemi nervor që tregova, ashtu sikurse edhe hormonit që ndikojnë, pra të jemi të vëmendshëm, këto që preken nga zgjimi i shpirtit. Mësoni që hormonet gjatë rritjes së zgjimit të shpirtit janë jashtë balance, sepse procesi nuk është në një vit të drejtë, ne jemi duke rritur energjinë dhe në këtë rast të kuptoni që përderisa është procesi i shërimit, i rritjes, i transformimit, sigurisht këto janë jo në balancë. Po kur janë në balancë? Vetëm atëherë kur ju jeni në stabilitet dhe ju jeni në paqe, në dashuri pa kushte, në ekstaz, në atë mrekulli dhe dëmshurisë për gjithçka, e ndjeni që jeni në veten tuaj të lartë, e ndjeni se kush ju jeni në të vërtet. Tjetër, truri ka funksion nga ana fizike që percepton, pra është mendja jonë, si ne paraqitemi në botën e jashtme, ashtu sikurse duke përdorur peshqisat, pra e njashme. Por ky tru, nga ana fizike, kujdes, është si një kompjuter, mban kujtimet, mban mendimet, mban çfarë ne besime kemi krijuar gjatë jetës tonë. Pra i kemi, janë në këtë trup, dhe jo vetëm më po flas për trurin, pra në këtë rast janë në trurin tonë. Çfarë ndodh kur ne zgjohemi? Shpirti e shkatërron edhe egon tonë. Pra çdo gjë që ne kishim në mendje, besime të tjera, nuk i kemi më, jemi të çliruar dhe prandaj është ajo që ndjeni në ankth dhe doni të ktheheni edhe një herë ku ishit. Ose doni, pra nuk e kuptoni se çfarë po ndodh me ju dhe sigurisht rrini, pra ndiqni atë në rrugën që dini dhe kjo ju bën që të vuani. Shënim. Por sido që të jetë, ajo që kuptoni është që pra shpirti e shkatron mendjen tonë dhe ndërkohë është që të gjithë në këtë tru nga ana fizike e dim që janë qarqe nervore, pra ashtu është e krijuar. E zëm që ti ke një ide që marrëdhënia jote nuk shkon mirë dhe me këtë rri që nuk shkon mirë. Pra e kupton që mund të jetë sipas teje, sepse je me mendjen, që sidomos ne që jemi të ndjeshëm e shumë të ndjeshëm, ne bëjmë shumë dhe nuk na i din, por dhe atë që ne bëjmë e kemi me dashuri, pra dëkon që nuk jemi të lidhur me shpirtin tonë.
Pra e ndjejmë që shpirti pra ka marrë mësimet, por nuk dim se si të veprojmë dhe e vëmë gishtin këtë tjerët. Dhe në këtë rast, truri, pra duke vëmë gishtin këtë tjerët, duke treguar ose duke thënë që unë s'kam fat, unë po bëj gjithçka e përsëris ma dine, më të tash, truri këtë të sjell, sepse e ka qarkun e vetë, pra të neurozave tona, atë që ti kërkon, atë ta sjell, sepse është si një bibliotekë, si një, pra është si krijuar i tillë me qarqe nervore. Pra të kuptoni që në kohën që ne punojmë me trurin, sepse është pjesë, dhe ne do të punojmë me afirmime, me pojime, për vetë konfidencën, për vetë besimin, për çdo gjë që ne bëjmë, mantra, lutje, çfarë do lloj që ju përdoni, është që ne i transformojmë gjërat dhe i kthejmë në ato që ne, për shembull në lidhje, kur jemi në proces të shpirtit, çdo gjë që nuk na shërben, besimet kufizuese, apo mendimet që nuk janë tonat, apo fjalët që nuk janë tonat, dhe i zvendçojmë ato që na japin ne kënaqësi, me ato që na drejton shpirti jon, është që ne krijojmë rilidhje pra të një truri të ri, pra ne krijojmë atë që na kënaq ne, që i ndjejmë nga shpirti dhe fillojmë e veprojmë edhe me pra një lidhje të qarqeve nervore për ato që ne duam. Pra truri nga ana shpirtërore, ta kuptoni që është jo vetëm parashikon, por edhe tregon manifestimin pra atë si ndjehemi ne, pra manifestimin në veten tonë të lartë, ku ne kemi me të vërtetë të krijuar një mendje të qartë për atë që na drejton shpirti, për atë që ne ndjejmë kënaqësi, për atë që ne kemi vlerë, sepse kemi bërë me të vërtetë kemi ndjekur procesin e shpirtit. Por kjo arrihet vetëm atëherë, në shënim, nuk mund të gënjej, ju nuk mund të rrini me identitetin. Pra ju e humbisni identitetin e vjetër, dhe kjo ka të bëjë edhe me vdekjen e egos. Pra edhe pse ne humbim veten tonë, përsëri ne ndjehemi të qetë. Pra jeni të vëmendshëm, nuk keni pse keni frikë. Lëreni shpirtin të vazhdoj procesin. Tjetër është sistemi i imunitetit tonë, që të gjithë e dini që imuniteti është mbrojtja që na mbron ne, trupin, na mbron organet tona. Pra është procesi mbrojtës biologjik i trupit ton. Dhe ju e dini nga ana fizike, imuniteti ka të bëjë me infeksionet bakteriale, me myqet, me parazitët, apo çfarë ne kalojmë në lidhje me viruse të ndryshme të tjera, pra nga ana fizike. Sigurisht kur zgjohemi, këto janë me teprisë dhe këto të çlirohen, pra qelizat tona fillojnë pastrojmë, ne pastrojmë dhe ndjeni simptoma fizike dhe jo fizike, jo vetëm nga ana e trurit, por edhe në brendësi trupit, sepse kështu jemi krijuar, është trupi fizik që mban të dyja, dhe trurin, pra jo vetëm pra truri nga ana mendore, por edhe zorët nga ana emocionale. Pra çfarë ndodh në zorët e barkut? Që ndodh edhe këto janë me teprisë, dhe kjo na bën që ne ndjehemi të lodhur, të raskapitur, pa fuqi e të tjera, të pasigurt, por çfarë ndodh është që në kohën që ne ndjekim rrugën e shpirtit, se na drejton shpirti, ne çlirojmë trauma, drama, frekuenca, çfarë ne kemi, që të gjithë jemi unik, dhe kjo na bën që ne të pastrohemi. Pra ne fillojmë të pastrojmë qelizat tona fillojnë të marrin hapësirë. Sa më shumë hapësirë marrin, aq më shumë ne fillojmë të fusim gjërat që krijojmë, pra çlirojmë energji, por ndërkohë edhe na rritet koeficienti i dritës, sepse ne fillojmë ndjekim shpirtin ton, me ato që na kënaq ne, pra me mendimet tona, me sjelljet tona, me zgjidhjen e problemeve në lidhje me situatat, me gjendjet, pra transformimin e tyre, duke u liruar nga zakonet, modele shkatruese apo varësitë të tjera, që të gjitha këto bëjnë që pra gjatë kohës së rritjes tonë, sa më shumë koeficienti i dritës rritet, pra ne rritemi, sa më shumë hapet zemra, aq më shumë ne jemi me të vërtetë në një sistem imunitet
të shëndetshëm. Pra edhe kjo ta kuptoni që nga ana shpirtërore ka të bëjë sa më shumë ne rrisim koeficientin e dritës, aq më shumë ne jemi me një imunitet të shëndetshëm dhe e kundërta, nëse ju do të rrini me emocionet e energji të ulta, pra emocionet që i dini, zemrit, trishtim, frikë, xhelozi e të tjera, pra turp, faje e tjera, sigurisht që edhe imuni sistemi ton është pra i raskapitur, pa energji, pa fuqi, dhe kjo është që bjen një moment që herë ta vonë shpirti jo do të na zgjojë që të gjithë, dhe tani ky muaj dhe vazhdojnë vitet me radhë, do të jetë që ne që të gjithë, jo vetëm ju që jeni zgjuar, por dhe njerëzit që nuk janë zgjuar, nuk ka nevojë të zgjojnë me shkaqe, sepse drita ka hyrë tash. Është thjesht drita do të shkëlqejë dhe po shkëlqen errësirën dhe ka zënë jo vetëm rrajnë, po dhe jonë, dhe kjo detyrimisht apasapi prek edhe njerëzit që rrinë në zonën e rehatis, pra nuk mund të rrihet më me të vjetrën. Ndërkohë është një efekt që nuk flitet, ndoshta e dini, ndoshta se dini, por që bëhet fjalë, është edhe indi lidor. Po kush është indi lidor? Është një rrjet në trupin ton. Unë nuk e di, këtë dua ta tregoj, unë kisha shumë për të treguar, po mua shpesh më ndodhte diçka që nuk e kuptoj as vetë. Kjo, shipeni, kjo është pjesë e trupit, një pjesë ka marrë, kjo është që mbulon trupin ton, pra si rrjeta e peshkatarëve që zën peshqit, është në trupin ton, pra indi lidor. Indi lidor ka të bëjë me atë që lidh organet tona, muskujt ton, pra i lidh dhe në këtë rast në ana fizike krijon pra që të jemi pra çdo gjë të jetë e lidhur, çdo gjë të jetë në strukturë, pra mos jenë të allakatura organet tona, dhe ky quhet indi lidor. Kuptoni që me zimin e shpirtit, kur unë zgjova, unë kujtova se ishin muskujt, që sepse fillova të bëj lëvizje dhe isha shumë e ngurtë. Biles ju kur zgjoheni është që e ka trupi këtë, që ndjeti pra me muskujt që pastaj gjatë ditës ne punojmë ose merremi dhe është më e lirë energjia. Gjatë ditës të bësh yoga është më e lehtë se ti bësh në mëngjes. Unë kam jogën në mëngjes sepse kam patur që kur fillova, që kur zgjova, edhe kjo është po do ja tregoj në vazhdim. Çfarë do të thotë? Kjo quhet e ka emrin fascia në gjuhën që njihet. Pra nëse kërkoni të dini më shumë, kërkoni në Google dhe do ta gjeni, pra sidomos në këtë kohë inteligjenca artificiale ju jep informacion, por çdo gjë do ta lidhni me atë që ju rezeroni, sepse në të flitet gjithçka, por si ju rezeroni, si ndjeni ju. Tjetër është ky indi lidor mban informacionin ton. Pra ka informacioni, ky trup ka informacion, ky trup ka energjin, që është kjo zemër e mrekullueshme, ky trup ka dhe mençolin, që është edhe truri jon, pra kështu na ka krijuar krijesa. Pra në këtë rast indi lidor na sjell ne që të gjithë të kaluarën ton, të gjitha problemet, traumat, kujtimet, çfarë ne kemi kaluar në eksperiencën e jetës tonë në kohra të ndryshme. Ky indi lidor, pra fascia, është si një bibliotek, pra mban gjithçka. Kjo është rrjeti, mban çdo gjë si një bibliotek, dhe atë që ne do kërkojmë na i sjell. Tjetër është që kjo është vetëm atyre ku ne lidhemi me dimensionin e 5. Po që të lidhemi me dimensionin e 5, ne duhet të kalojmë nga dimensioni i 3 në dimension të 4 dhe pastaj ne shkojmë në dimension të 5. Ky është procesi i shpirtit. Kjo pra indi lidor mban informacioni që na tregon çfarë është me ne. Pra çfarë është me ne, çfarë është dhe çfarë do të jetë. Ndryshe gjatë zimit të shpirtit, ne fillojmë në fazën e parë të zimit tonë, ne dim se kush ishim, pastaj vazhdon procesi, faza e dytë e zimit, kush jemi, dhe faza e tretë e zimit, kush ne do të bëhemi. Kjo është pak a shumë që ne
nuk është në një vit të drejt, pra fazat e zimit të shpirtit, por të jeni të sigurt që kjo është që do të arrijë në dimensionin e 5. Pra që na nxjerr informacionin, në fund të fundit do të dali misioni i shpirtit i drejtimit të jetës tonë që kemi në zemër, ashtu sikurse duke liruar edhe fëmirin tonë që kemi në zorët e barkut që është e kaluara, është që ne do të gjejmë lumtin edhe talentin ton, pra aftësitë tona psikike, telepatike, mistike, që të gjithë jeni unik, që të gjithë apo mençuria e brendshme, që të gjithë jeni unik që e ndjeni. Pra që të gjitha këto janë që këto na bëjnë që ky individor na rritne, pra sa më shumë ne në nivelin ton të lartë jemi, sa më shumë ne të arrijmë të bëjmë atë që zemra jo, shpirti na solli këtu, aq më shumë ne kemi informacionin në këtë trup të mrekullueshëm se është i mbajtur, pra çdo gjë na i sjell edhe kjo është që jemi të ftuar që të gjithë që të hapim zemrën me qëllim që të kuptojmë kush jemi ne dhe kush është dhe si është bota. Mësoni që sa më shumë të rrim me energji të ulta, aq më shumë është kjo indi lidor, aq shumë i fortë është dhe kjo është që nuk kujtojnë shumë gjëra, nuk dim se si t'i japim përgjigje, por është tjetra që trupi shpirti on na drejton dhe prandaj jemi të ftuar, na drejton dhe sa më shumë ne çlirojmë nga trauma, drama, frekuenca, çfarë do lloj që ne kemi nga gjithë eksperiencat tonë, po edhe nga karma e vjetër ne ndihmojmë njerëz, është energjia. Ndihmojmë nga vetë energjia e afatit kohër për karmën e vjetër. Ndërsa pra të parëve tanë, ndërsa në lidhje me ato tonat jemi të lidhur për të lidhur me zemrën tonë, për të hyrë në veten tonë, me qëllim që të lirojmë ato që ne kemi krijuar vetë. Dhe kjo është që të arrihet, kërkohet të bëni sigurisht higjiene shpirtërore, por mos harroni që të lëvizni trupin tuaj me yoga, sigurisht për lidhje me emocionet jashtë natyra, ashtu sikurse dhe frymëmarrja që janë me të vërtetë që lëvizin trupin fizik, me të vërtetë që lëvizin trupin fizik. Pra ju mund rrini me meditime dhe nuk ka asgjë gabim, por të jeni të vëmendshëm edhe të lëvizni dhe të jeni të vëmendshëm edhe me trupin tuaj fizik, me qëllim që të mos krijoni shqetësime, mos krijoni probleme, por të vazhdoni sepse një gjë të dini, shpirti shpreh atë që nuk e jep mendja. Pra mendja e mban të shtypur, por shpirti e nxjerr. Prandaj ndiqeni shpirtin dhe mos e rezistoni, thjesht pranoni që çdo gjë punon për ju dhe kjo është mantra. Unë pranoj çdo gjë punon për mua sepse dhe unë e lejoj që të punoj për mua dhe sigurisht duke besuar dhe në afatin hynor ju a jeni në rrugën e mrekullueshme dhe me mua mirupafshim deri në video tjetër. Faleminderit.